Përshëndetje, njerëz të dashur dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Rina, një psikologe dhe një coach, dhe në këtë video sot do t'i ndaj me juve disa metoda ose teknika që unë i kam përdor me i manifestu të gjitha gjërat që i kam sot në jetën time. Dhe besoj që këto histori, këto ngjarje që unë e kom i nda me juve sot, do ju motivojnë shumë dhe do ju inspirojnë edhe juve të përdorni ligjin e tërheqjes në jetën e juaj. Nëse jeni të ri këto, bëni subscribe, komentani dhe bënu pjesë e kësaj familje, sepse do gjeni shumë informacione të vlefshme që do ju ndihmojnë të transformoni jetën e juaj. Dhe nëse ende nuk jeni bo pjesë e komunitetit ton, do e lo linkon më poshtë, është komplet falas, është kriju vetëm për ty dhe do e kemi një thirrje javore çdo javë, çdo të martë, ku do bisedojmë për tema të ndryshme dhe do njihemi më mirë. Kështu që gjithqysh bënu pjesë e komunitetit. Pra, ligji i tërheqjes thotë që atë që ju vazhdimisht e mendoni dhe e ndjeni dhe besoni, atë do e tërheqni në jetën e juaj. Unë e zbulova ligjin e tërheqjes kur i kam pas 19 vjeç dhe më kujtohet si sot që kam qenë duke lexu librin The Secret. Besoj që e dini për këtë libër. Isha duke studiuar psikologji në fakultet në atë kohë dhe më kujtohet që isha duke lexu këtë libër dhe më duk sikur fillova me kuptu që gjithçka është e mundur për mu, sepse deri atëherë mendojsha që suksesi ose gjërat e mira ndodhin vetëm për njerëz të famshëm dhe vetëm për disa njerëz, jo për mua. Isha shumë e limituar, nuk mendojsha që meritoj gjëra të mira dhe normal atë e kam tërheq në jetën time, sepse jeta juaj është reflektim i bindjeve ose besimeve që ti i ki. Dhe më kujtohet që pëlqejke shumë ky koncept i ligjit të tërheqjes dhe dojsha me besu që është e vërtet, po normal isha pak skeptike. Dhe i thash vetës, okay, provoj me manifestu diçka të vogël dhe nëse funksionon, do e besoj, nëse jo, do e lo. Dhe i thash vetës, më kujtohet që kam qenë ull në dhomën time dhe thash, okay, univers, nëse ligji i tërheqjes funksionon, pra unë dua një lule vjollce në një formë që unë mundem me mbajt gjithmonë. Dhe më kujtohet si sot që harrova për këtë gjë dhe mbas një jave mami im ma dërgoi një dhuratë. Dhe unë e hapa dhe aty ishte një poster që do e qeskton në këtë video, sepse e kam gjetë, dhe aty ishte një lule vjollce dhe më poshtë shkruante Never give up. Dhe thash, wow. Mora si një shej që ligji i tërheqjes më të vërtet funksionon. Dhe nga ajo ditë unë e kam përdor ligjin e tërheqjes në çdo gjë në jetën time. Metoda e parë që më kujtohet që kam fillu me përdor është mi shkru ato gjërat për të cilat jam mirënjohës për. Dhe kjo më ka ndihmu shumë me ndryshu energjinë time, me ndryshu frekuencën time. Dhe më kujtohet që shkruisha edhe gjërat që ende nuk kanë ndodh, po që unë kam dasht me ndodh. Më kujtohet si sot që pata shkru një herë që unë do e takoj Mario Dedivanovic. Ai është make-up artisti i Kim Kardashian dhe atëherë unë kam qenë shumë e obsesionuar me make-up. Kështu që ajo ka qenë ëndra ime atëherë. Dhe i thash vetës, okay, unë do e takoj Mario Dedivanovic në Londër dhe do mësoj prej Tina. Dhe ashtu ndodhi.
Mbas 2 muajve, Mario Dedivanovic erdhi në Londër. Unë e takova në një masterclass që ka shumë më e lirë se ato që i ka pas në Amerikë. Kemi qenë një grup shumë i vogël, kemi bisedu bashk, kemi bu një foto bashk dhe kam qenë jashtëzakonisht e befasuar që kam mujtë me manifestu këtë gjë. Edhe një metodë tjetër që e kam përdor është me kriju një tabel të vizionit ose një vision board. Këtë e bëj çdo vit, i vendosi disa foto në këtë tabel të vizionit dhe çdo herë gjithçka që kam në atë tabel ndodh. Kur isha pak më e re, e kisha dëshirën me manifestu një punë. Atëherë isha ende duke studiuar dhe nuk kisha shumë eksperiencë në punë. Dhe thash, po e përdori ligjin e tërheqjes me manifestu një punë që unë e dua. Dhe fillova me apliku. Normal, nuk kam pas eksperiencë as pak. Kështu që ka qenë gati e pamundur që unë me gjetë një punë në Londër pa eksperiencë si studente. Fillova me apliku dhe gati çdo vend që unë aplikova, unë u pranova në intervista dhe u pranova në atë punën që unë e dashta, pa eksperiencë. Pak më vonë, kur isha duke punu në Estee Lauder, në make-up, e përdorsha ligjin e tërheqjes për me pas sa më shumë shitje. Dhe për me bo atë, isha gjithmonë në një frekuencë shumë të lartë gjatë punës, isha shumë e lumtur, transmetojsha një energji shumë të mirë që ndoshta njerëz të tjerë e kanë vrejt atë dhe gjithmonë kisha më së shumti shitje. Derisa edhe menaxherja ime një ditë më uli dhe më tha, më trego për sekretin tënd. Si është e mundur që ti të kesh kaq shumë shitje dhe kolegja jote ka shumë më pak se ti? Dhe i thosha që nuk e di, si jam shumë e sigurt, ndoshta është vetëm mënyra si unë flas me njerëzit ose energjia ime. Edhe një metodë tjetër është vizualizimi ose meditimi. Unë i përdori të dyjat, vizualizimin edhe meditimin dhe ndonjëherë kur meditoj, gjatë meditimit edhe vizualizoj, edhe kjo është shumë e fuqishme. Unë e kam vizualizu veten si instruktore të zumbës, sepse ka qenë gjithmonë ëndra ime të jem një instruktore e vallëzimit dhe këtë e kam arrit. Edhe pse kisha shumë bindje limituese, thosha ndoshta nuk është për mua, ndoshta nuk jam e mjaftueshme, po e arrita këtë dhe tash punoj si instruktore e zumbës, i kam plasat e mia. Meditimi më ka ndihmu shumë me shëru veten nga ankthi, nga mendimet negative dhe me qenë një person më i qetë dhe më prezent. Meditimi më ka ndihmu edhe me fillu me dasht veten. Edhe një teknik tjetër që më ka ndihmu shumë dhe besoj që punon kjo teknik shumë për mu. Ka shumë teknika, shumë metoda të ndryshme dhe ti ndoshta duhesh me gjetë atë teknikën ose metodën që funksionon më mirë për ty, po nuk do të thotë që duhet të përdorni vetëm një teknikë. Unë gjithmonë kam përdorur shumë teknika të ndryshme për gjëra të ndryshme. Shkrimi i dëshirave ose scripting, i thojmë në anglisht, më ka ndihmu shumë për me tërheq partnerin tim të ëndrave. Kujtohet si sot që e kam shkru një list dhe në atë list kam shkru gjëra shumë në detaje. Kam thonë që din shumë mirë me vizatu, ka qenë një gjë shumë specifike, din shumë mirë me gatu, është romantik dhe që bën shumë humor, që i ka sytë e kaltërt, që është i gjatë dhe që është tipi ime, që është cool. Dhe çdo gjë që unë e kam shkru në këtë list, ai ka. Se cilën gjë që unë e kam shkru, është manifestu dhe e kam gjetë personin me çdo gjë që unë e kam shkru në list. Kështu që mundeni me përdor këtë teknik nëse dëshironi me tërheq partnerin e ëndrave të juaj.
Edhe një teknik tjetër që më ka ndihmu gjithmonë mi tërheq të gjitha gjërat që unë kam dasht është mos rezistenca ose me harru dëshirën. Kujtohet që kur isha të punu në Estee Lauder në make-up, e lasha atë punë sepse dëshirojsha me hy në një deg tjetër, isha gati e punu në diçka që lidhet me psikologjinë. Dhe më kujtohet që i thash vetës, okay, unë po e lo këtë punë, po shumë shpejt unë kam e gjetë një punë në një fakultet. Dhe kjo ka me ndodhë në mënyrën më të mirë dhe më të lehtë të mundshme për mu. Mas setia ka qenë, duket ka qenë vetëm një muaj dhe unë e kam tërheq punën. Dhe fillova me punu në fakultet, po ajo ka ndodhë sepse nuk kam pas rezistencë. I kam thonë vetës, okay, unë e di që kjo ka me ndodhë, po nuk po ndihem në frikë. Jam ndi shumë e sigurt dhe shumë mirë në veten, sepse e kam ditë që ka me manifestu. Okay, njerëz të dashur, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Nëse keni ndonjë teknik që unë sot nuk e kam përmend, më tregoni në komente. Dhe nëse keni ndonjë sugjerim për një video tjetër, më tregoni në komente ose më shkruani. Shpresoj të kaloni një ditë sa më të bukur dhe sa më të mirë dhe shihemi në videon tjetër. Tong tong, miropafshim!